Madhurues të basketbollit, platformën tuaj dhe tonë Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar këto qaste Kosovë e Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët në super ndeshjen vendimtare, e cila vendose kush do të kualifikohet në gjysmëfinale. Jemi direkt nga ky ambient fantastik basketbollistik i 13 qershorit në Suarek, dhe qerek finalja e dytë midis Golden Eagle Yllit dhe Trepçës, ku me ju jam unë Agon Femiu. 3 javë më parë, me 7 janar ishim dëshmitar të njërës prej ndeshjeve më të bukura të basketbollit kosovar viteve të fundit. Në palestre minatori ku Trepça ishte një koqire Golden Eagle Yllit u shënuan 33 në një ndeshje. Ishte kjo një natë fantastike e snajperistave që na përgatitën një show fenomenal. Ylli shënoi 17 nga 32 tentime, e Trepça 13 nga 36. E kjo në fund, dikoj që Golden Eagle Yllit ta fiton duelin me rezultat 102-99. Me jashenu Trepçës së udhëhequr nga Beqiragiçi, që po e luan mbrojtjen më të mirë në Kosovë aktualisht. 102 pikë, është gogja punë e vështirë dhe këtë e bëri nxënësi i tij Endrit Elshani, duke shënuar kështu fitoren e parë në përballje direkte me mësuesin e tij Adisin. Gjithashtu duhet theksu se ishte kjo natë ku debutoi ish reprezentuesi i Kosovës Scott Bamford, duke arsyetuar angazhimin e tij dhe amerikano-kosovarin në debutimin e tij në elitën e basketbollit tonë. Shpërtheu me 29 pikë prej tyre 6 treshe, ndërsa për krahu i qëndroi edhe Anton Scott me 28 pikë dhe po ashtu 6 treshe. Pra ky tandem ishte bombastik, duke shënuar së bashku 12 3 piksha dhe në total 57 nga 102 pikët e skuadrës për të udhëhequr drejt fitores së madhe në minatori, duke bërë një hap të madh drejt kualifikimit në gjysmëfinale në përballje direkte me fituesin e 4 fish të rresht të Kupës së Kosovës, Trepçën, e cila në 3 vitet e fundit është skuadra më dominuese në elitën e basketbollit tonë. Dhe tani është koha e prezantimit të skuadrave. Skuadra e Trepçës sonte gati e kompletuar, janë kthyer Sek Henry dhe Drilon Hajrizi, ende mungon Gjakori Pejn, kapiteni Anes Gashi, me numër 0, me numër 4, Akiliu Pinning, me numër 5, Seketure Henry, pra Sek Henry, me numër 7, Batën Tuna, 8, Burim Zekici, 10, Etik Aslani, 11, Mikalet Mushici, 12, Drilon Hajrizi, 21, Sean Jones, 23, Mustafa Amzili, 35, Dardan Kapiti, 41, Kenneth Hasbrook, dhe trajneri Beqiragiçi me ndihmësit Zeqirin, Veselin dhe Qaushin, ka edhe tifoz të Trepçës po e shenit të cilë kanë ardhur këtu sonte. Ylli me kapitenin Gzim Orina, 1 Liz Shoshi, 2 Scott Bamford, 4 Lovre Bashish, 5 Artin Gashi, 7 Altin Shala, 10 Arjan Qallaku, 12 Anton Scott, 15 Shqipron Ahmeti, 16 Brandon Hoffman, 25 Trevon Allen dhe 28 Erjon Kastrati. Trajneri Pako Olmos sonte me ndihmësin e tij Endrit Elshani. Sikur se përmenda në fillim, ishte Endrit Elshani trajneri i cili ishte arkitekt i asaj fitore të madhe, mirë po sonte ai është kthyer në rolin e ndihmësit pasi timonin e Yllit e ka marrë ish trajneri Prishtinasve nga edicioni i kaluar Pako Olmos. Të dëgjojmë intonimin e himnit të Kosovës. Sikur se e thash, ja po përshëndetën Pako Olmos dhe Adis Beqiragiçi, të cilët vitin e kaluar ishin rival. Ta ndëgjojmë edhe himnin e flamurit.
sikur se e thash, Paco Olmos në Kosovë po vjen nga Meksiko, ku lojtari i tij në vjesht e skuadra Halcones de Alapa nga Veracruz qyteti ishte Sek Henry Trepçës, dhe me cilin u eliminua në qerek finalet të play-offit të Superligës Meksikane, kurse lojtari i këtij kryesor në skuadër sonte te ylli Scott Bamford është ball kampioni Meksikos me Fuerza Regia nga qyteti Monterrey. Pra, shumë interesant. Sonte Paco Olmos, ish lojtarin nga skuadra Halcones de Alapa, Sek Henry do ta ketë kundërshtar, kurse kundërshtarin Scott Bamford lojtar të tij. Përndryshe Olmos po kthehet sonte në Kosovë dhe në duelin e tij të parë në kthim direkt po ndeshet me njeriu i cili edhe e ka eliminuar vitin e kaluar, Adis Beshiragishin. Trepça e kishte eliminu Prishtina vjet në gjysmëfinalet të play-offit me rezultat 3-1 në seri, kurse duelin e parë midis tyre në kuadër të kampionatit të rregullt e kishte fitu Spanjollin. Shikuar në total, është kjo përballja e 6 direkte midis Olmos dhe Beshiragishit, trener që pak a shumë e njohin stilin e lojës së tyre, por që si vjet kanë skuadra me përbërje krejtësisht tjetër, dhe do të shohim se cili sonte do të shfrytëzojë më mirë armët e veta për fitu dhe për të kualifikuar në gjysmëfinalin e Kupës së Kosovës 2026. E pata atje Eldin Uglarin me trajnerin Adis Beshiragishin, Uglari sonte kryesor me ndihmësit Kurt Alanin dhe Drin Skenderin. Pra, sikur se thash, është kjo përballja 6 midis Olmos e Beshiragishit, ku Spanjolli ka 2 fitore dhe Bosnjaku 3, me ato që Beshiragishi e kishte eliminu në gjysmëfinalet të play-offit për të estutje dhe më pas e ka fitu titullin e kampionit. Andaj sonte Spanjolli do të mundohet të revanshohet për atë eliminim dhe kjo. Këtë duel sonte e bën super interesant. Mos t'i mbetën borç Endrit Elshanit, të cilin e përmenda në fillim, dhe pa tjetër dua ta lavdroj për punën që e ka bë për të këndellur yllin si vjet. Derisa Endriti pra nuk e mori udhëheqjen, yllin nuk ka qenë kërka hiç, qoftë në udhëheqjen e Takjanosit apo Sharinit. Me ardhjen e Endritit në ndeshjen e parë që udhëhoqi yllin në gjysmëfinalen e parë, Mitrovic fitoi kundër Trepçës duke shënuar 102 pikë dhe kryeje përsi para kësaj ndeshje të kthimit. Në vazhdim shënoi 3 fitore rresht ndaj Arahovecit këtu dhe pastaj ndaj Prishtinës e PS si mysafir, duke shënuar çdo herë 90 apo më shumë pikë me një sulm atomik dhe bombastik. Në 4 ndeshje në udhëheqjen e Endrit Elshanit, ylli ka shënuar 4 fitore me lojë të bukur sulmuese dhe me mesatare prej 95 pikëve për ndeshje. Krejt çka kam me thënë është halal i koft Endritit dhe po t'isha unë do t'i besoja deri në fund, sepse ka bë punë shumë të mirë, shumë atë mirë se sa trenerët që kanë pasur sigurisht rroga 10 fish apo edhe më të mëdha. Endrit Elshani është një djalë që e meriton me qenë kryetrajner i skuadrave elitare kosovare. Pra, Golden Eagle Ylli, që është kampioni 2 fisht i Kosovës 2021-22, në sirtarin e vet nuk e ka kupën e Kosovës dhe si vjet ka ambicje ta fitoj, por shorti e ka dashur që në hapjen e parë të përballet me Trepçën, fituesen e 4 fisht rresht, e cila po synon të pesën. Pra, Ylli që si vjet e feston 50 vjetorin e themelimit klubit dhe ka aspirata ta fitoj së paku një trofe pas një starti katastrofal, është këndellur dhe kthyer në një prej favoritëve për trofe në të dy afrontet, edhe në Superligë edhe në Kupë. Mirë po pengesë e madhe për t'u kapërcyer është Trepça, e cila synon edhe si vjet këtë trofe dhe për ta fituar eventualisht kupën e 5 rresht, duke ju afruar rekordit të cilin e mban skuadra më e suksesshme gjitha kohëve Sigar Prishtina, e cila kishte dominuar kupën duke e fituar 6 rresht nga viti 2005 deri në 2010. Edhe si vjet, Federata e Basketbollit ka vendosur që gara të zhvillon me sistem vajtje ardhje në qerek finale, gjysmëfinale dhe më pas të kemi një ndeshje finale, sikurse vitin e kaluar që kishte ngritur interesimin për këtë garë dhe shikueshmërinë. Nga ndeshja e fundit nominatori me 7 janar, kur ajo përballje ishte përballje ndërmjet liderit të Superligës, të Trepçës dhe asokoj skuadrës së fundit në tabel Golden Eagle Yllit, Suarekasit dëshmuan potencialin e tyre dhe të udhëhequr nga Scott Bamford, ish reprezentuesi naturalizuar i Kosovës, fillimisht e mposhtën Trepçën për kupë, pastaj renditën 3 fitore në Superligë dhe nga vendi i fundit shpërthye në vendin e 15, vetëm një fitore më pak se vendi i 3 dhe i 4, ku gjendën Ko plus Peja, respektivisht Bora.
Pra nga ana tjetër Trepça e cila si vjet nuk startoi si duhet dhe psoi 2 humbje nga PA Bashkimi, ngadalë u kthye në ritëm dhe falje dhe rënjes në formë të liderit Bashkimit, i cili pas një cikli të parë vjeshtor fantastik me 7 fitore pa humbje, e pati një cikël të dytë të dobët me 2 fitore e 5 humbje, dhe kështu kampionja dhe fituesja aktuale e kupës nga viti 2025 Trepça, fal një serie fantastike me 11 fitore vetëm një humbje në 12 ndeshjet e fundit, ka shpërthyer në krye të tabelës si e vetme, disfatën e vetme. Trepça psoi në sekondën e fundit nga vllazënimi, të cilin poshtu e poshti me shumë mund të dielën. Sikurse edhe Ylli që ka triumfuar në dramën e madhe në Karagash kundër PES me vetëm 1 pikë dallim, dhe duhet theksuar se disfatën e vetme tjetër Trepçës ja ka shkaktuar Ylli për kupë. Pra sonte përsëri kemi përballje midis Beqiragishit dhe Olmos, rezultati në përballje direkte 3-2 për Adisin, i cili eliminoi në gjysmëfinale të play-offit dhe po synon sërish të gjitha trofet. E në anën tjetër Olmos po e synon në revanshin dhe të kalojnë në gjysmëfinale për të vazhduar rrugëtimin drejt një trofeu të cilin Ylli me ngulm po e kërkon në edicionin e vet jubilar. Moti në Suarek nuk kemi pas këso ambienti fenomenal. Çdo gjë e gatshme për spektaklin e basketbollit, çerek finalja më e nxehtë. Sa i përket rivalitetit, ka këtu shumë fakte interesante në këtë duel sonte midis dy skuadrave që janë rival të mëdhenj, ku një nga ta shpërballje Rën Kastrati të rikthyer te Golden Eagle Ylli ishte pjesë e suksesit historik dhe fitimit të 4 trofeve me Yllin. I kaloi 3 edicionet e fundit të Trepça duke fituar 9 trofe dhe me një total prej 13 trofeve të fituar nga kthimi i tij në vendlindje nga Slovenia, ku ishte pjesë e kombëtarës slovene dhe ABA Ligës. Erioni është një nga basketbollistët më të trofeshëm. Sonte tandemi Morina Kastrati përballën me ish mësuesin e tyre Adis Beqiragishin dhe bashkëlojtarin e çmuar që po ashtu ka qenë një prej shtyllave kryesore të suksesit të Yllit, Mikaelet Mushicin, dhe spektakli fillon. Bamford Morina, Scott Hoffman Allen, në anën tjetër Winning Mushic, Jones, Amzili dhe Hasbrouku. Hasbrook për Jonesin, i cili e kthen te Winningu, tenton për 3 pikë, nuk realizon, por Mushici më i larti në kërcim. Hasbrook, Hoffman atje ndihmon, Sean Jones mbetet i vetmuar, ish reprezentuesi i Kosovës në kohën kur Gzim Morina e luajti një ndeshje me Slovenin kundër Kosovës në minatori para se t'i bashkohej Kosovës. Sean Johnson e kishte kundër me treshën e para atje Hasbrook nga këndi për e përcim fillestare. Ja nisën me njëherë me treshe. Mos haroni, ajo ndeshja me 7 janar ishte një ndeshje ku shënuan 30 treshe. Në anën tjetër, Allen tentoi të përgjigjet. Ka vendosur sonte trajneri Olmos që të startoj me 8-3, edhe Bamfortin, edhe Scottin, edhe Allenin. Një gjë të tillë nuk e pat bërë Endriti në ndeshjen e parë. Bamford natyrisht sonte Beqiragishi, kujdes të veçantë në mbrojtje do t'i kushtoj Bamfortit. Allen dhe Hasbrook. Allen me kthim është i rrezikshëm, por nuk e ka goditur rrethin, nuk e ka prek rrethin dhe është sulmi i skaduar. Do të jetë topi për Trepçën. Ja po shihni atje Pako Olmos. Endrit Elshani është ngritur në këmbë dhe komandon atje, kërkon që të kenë kujdes në tentimet e Hasbrookut. Kërkon më shpejt atje nga Trevon Alleni, Gzim Morina për Scottin. Anën tjetër Allen tek e ka shkelur vind.
E rivën topin Mikajlet Mushishi për Viningun. Në hap atje Scott e përcel. Amzil me blok për Viningun. Hasbrook në anën tjetër nga këndi e kthen te Viningu. Një tandem shumë i rrezikshëm. Sean Jones për Hasbrookun, i cili bombardon me treshën e 2-3. Lirish mund të themi në këto 2 minutat e para. Hasbrook 6, Golden Eagle Lulli 0. 2 treshet të Hasbrookut nga 3 tentime. Fantastik është Hasbrook. Tenton Scott Bamford, përgjigjet Bamforti. E thash edhe në fillim, do t'jetë kjo edhe një natë bombarduese, bombastike, basketbolistike. 3 treshe, krejt pikët kanë hi nga tentimet për 3. Vining për ballë ka Scottin, mbrojtje fuqishme, e vjet e top. Zimorina për Bamfortin, Bamford tenton dhe për pak nuk realizon. Eldin Uglari, thot se fauli ishte më herët. Nuk ka gjuajtje, rivëhet topi në town Scott. Bamforti hapët atje për Scott, e pret pick and rollin. Zimorina depërton deri në fund, kapiteni përgjigjet në ato 2 treshet e Hasbrookut. Bamford dhe Morina tandemi për të afru rezultatin në 5-6 faul atje. Bamford shkakton personalin e tij të parë. Amzili për mrekulli e gjen atje të Mushichin, i cili e tërheq topin te Sean Jones. Mushic asiston dhe Sean Jonesi realizon pikët e para të Seanit. Hoffman në brendim, Ben Johnson realizon për të afruar rezultatin 7-8. Pas asaj serie me 2 treshet, arresh dum Hasbrookut dhe 6 pikëve përsi. Beteja po zhvillohet kosh për kosh. Amzili te Hasbrooku, prap në kënd. Kësaj radhe nuk realizon. Herën e tretë të shton Hasbrook. Bamford me të Mushicin kanë qenë bashkëlojtar në përfaqësuesja e Kosovës. Mushici dhe Bamforti ish reprezentuesi i Kosovës, kërkon aksionin 1, të shohim çka është ky aksioni 1. Oli Mikajlit atje. Morina e ndjek në hap. Bamforti ish mangët. Zimorina luan me shpinë, është mjeshtër i lojës me shpinë. Lufton me Amzilin, me hap prapa. Nuk realizon, Vining e kap topin. Çfarë loje? Çfarë 5 minutë që i parë. Vining shënon për 10-7. Një knatësi e vërtet basketbolistike sonte në 13 qershori. Hoffman tenton dhe kosh faul për Brandon Hoffmanin. 19 do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. Sa për informimin e juaj, Hoffmani ka një përqindje prej 56% nga vija gjuajtjeve të lira. Zakonisht të parën e shënon, dytën e huq. Të shohim se si do t'jetë sonte. A do t'a realizoj edhe këte gjuajtje të lirë. Po, për të barazu rezultatin në 10-10. Barazohet rezultati për herë të parë sonte. Pas asaj 0-0. Tani kemi një pressing në tërfushën, thash edhe njëherë, po ju përsëris. Trajneri Paco Olmos, lojtar të tij në Meksiko, e ka pas Sek Henryn, ndërsa Scott Bamfortin e ka pas kundërshtar. E këtu, rollet janë ndruar. Scott nga distanca, Juan nuk shënon, por topi i kthehet. Trevon Allen për mrekulli, depërton topin te Hoffmani, e përbiron, i cili shënon dhe përsin e par të yllit sonte realizon. 12-10. Çfarë loje, çfarë ndryshimi i ritmit.
Është kjo hera e parë sonte që rezultati po ndronon. E përsia po ndronon. Mikaelet Mushici tenton për 3 pike, njeh mirë këtë palestër, nuk realizon. Trevon Allen dalet atje. Hasbrook, opa. Zimorina me Allenin i cili vendos të gjuan, nuk realizon. Sean Jones atje topin deri te Winning e shtyen. Amzili tenton me treshe dhe e kthen rezultatin në favor të Trepçës. Për herë të dytë sonte e përsia ndronon. Amzil e vjedh këtë top, shkon deri në fund dhe Scott e ndal në mënyrë të palejuar, i kërkon falje. I thot Amzili krejt është në rregull. Ja pra po shihni Paco Olmos, trajneri spanjoll i cili do të ndihmohet nga Endrit Elshani në Kosovë, po vjen nga Meksiko, nga Halcones de Jalapa. Veracruz, 56 vjeçari lindur në Valencia të Spanjës, sjell me vete një përvojë të madhe ndërkombëtare, ka qenë edhe trajneri Valencias, me sukses të madh duke fituar ULEP Cupin. Pra Euro Cup, nivelin e dytë më të madh, është shpallën në kampion në Spanjë. Ka udhëhequr skuadra të elitës së basketbollit spanjoll, ka qenë trajneri kombëtarës së Porto Ricos në botrorin në Spanjë, e ka udhëhequr edhe Meksikon. Në Meksiko, Porto Rico ka 3 titull kampione, shumë sene tjera. Realizon të 2 gjuajtjet e lira për 12 me 15. Scott Bamford prej kohit tentoi, sa e radhe nuk realizoi. 3 minuta 53 sekonda deri në fund çereku të parë të kësaj super ndeshje. Morina e ndihmon atje dhe kthehet te Amzili. Mushici për Dardan Kapitin, i cili blokohet nga Hoffman. Trevon Allen i thot Olmos, ec më shpejt. Allen deporton, e kthen topi te Scott, i cili nuk ishte i gatshëm që ka kap topin, kërkon rishikimin e situatës, nëse ka luajtur i fundit me top. Po, pas kanë drejt të shofin, do të rishikojnë këtë situatë edhe njëherë referët Uglari dhe Kurtalani. Pas rishikimit të situatës, thonë se referët që në fund me majët të gishtave Brandon Hoffman e pas ka prejk topin, e pa të dhe ju situatën. 12 me 15. Akili Winning. Kapiti. Blok i mirë atje i Amzilit me deporton deri në fund. Me Zach Henryn, i cili është inkuadruar në loj, ishtë lojtari i Olmosit, i cili kryon hapësin atje për deportin e Amzilit, dhe tani është koha për Alice Shorshin. Edhe njëherë deporton deri në fund, Hoffman e ndalë në mënyrë të paljuar. Dhe tani kemi mundësin që nëse Amzili realizon të rikëthene përsin më të lartë, të cilën e pa Trepça pas atyre 2 tresheve të Hasbrookut. Amzili dhe Patën Tuna, i cili ende nuk është inkuadruar në lojë, me të vërtet kanë shpërthyer në Super League në këto 5-6 gjirot e fundit, kanë qenë partës kryesor të lojës së Trepçës. Kërkohet që të teret parkete, në fakt në rregull, e kanë terë me patika atje lojtarët.
Hamzili në vijnë e gjuajtjeve të lira. Mustafa Hamzili ka një efikasitet prej 65% si vjet. Sonte 7 pikë të tij, dhe pika e 8 për 12 me 18, 6 pikë e përsia më e lartë e Trepçës përsëri, sikurse në ato 2 minutat e para. Është ky fauli Akili Viningut. Apo jo, më falni, Mikajlet Mushicit. Rivëhet topi, Scott Bamford deporton atje deri në fund. Nuk realizon Mustafa Hamzili, më i larti në kërcim, e kthen tet Mushici, i cili tenton për 3 pikë, nuk realizon topit e Scotti kundër sulmi shpejt. Ngutët atje Scott te Trevon Alleni, i thot Olmos në rregull është, pa problem, s'ka lidhje, tentove shpejt me gjujt topin, ecim tutje. Në anën tjetër, Trilon Hajrizi dhe Hasbruk në lojë, Mushici dhe Hamzili largon nga loja. Adis Beqiragici e qetson atje Mushicin, e thot çka ki për një top se po bosh nervoz. Qetsohu. Hasbruk del në anën tjetër. Triloni për herë parë, pra edhe Sek Henry edhe Triloni u kthyen pas mungesës në 2 ndeshjet e fundit për shkak të lëndimeve. Triloni në tentimin e tij të parë nuk realizon, i fundit me top luajti Bamforti. 5 sekunda për këtë sulm të Trepçës, vendosën atje në vertikalin në blok dhe do të shkojnë për Trilonin, i cili tenton, nuk realizon. Shoshi më i larti në kërcim, Allen kësaj radhe nuk ngutët. 2 lojtari ishin pranë tij Hasbruku, lidh Shoshi deporton deri në fund. Triloni i del përpara, e huq Lisi. Për mrekulli, asiston Triloni për Dardanin dhe përsin më të lartë të Trepçës sonte 12 me 20. Erion Kastrati për herë të parë sonte në lojë. Zakonisht Endriti ka startu me Erionin, po jo dhe pak Olmos. Tenton atje, edhe pse ankohet në faul, e huq, po s'ka problem sepse Lisi është në vend për 14 me 20. Çfarë ritmi lojës? Vining, pick and roll me Dardanin, i cili futet në brendi, e mbyll mirë Lisi. Scott, ik shpejt në kundërsulm, nga koshi në kosh, e kthen tek Zimorina, i cili është në pozitën e tij, nuk realizon, lufton atje Lisi dhe Dardani, 2 reprezentuesit, njëri përballë tjetrit. Si duket është venduar në fytyrë Lisi. Kërkon pak Olmos që të qetësohet Scotti dhe të udhëheq pak më ngadal. Trevon Allen largohet nga loja. Kastrati, zakonisht ka qenë kjo peshe që është tash, që ka startuar në 4 ndeshjet e fundit. Lis Shoshi, Kastrati, Gzimorina, Trevon Allen, më falni, Scott Bamford dhe Anton Scott. Dhe ja me njëherë aksionit të cilin zakonisht e bënte Endrit Elshani, dhe Bamford kësaj radhe i krijohet hapësinë e mirë pas këtij aksioni për të realizuar për 17 me 20. Dardani shkon i bën blok atje bukur Hasbrukut, por Erioni me mbrojtjen e tij është me njëherë, nuk po i lën me marr frym. Shkon topi në anën tjetër. Ja shikoni çka do me thonë kur e keni këte peshe të yllit në lojë njëkohësisht. Edi në aksionet për menç dhe kjo po jep rezultat. Erioni për Bamfortin, i cili afron rezultatin në 19 me 20, një seri 7 me 0. Po sa hyn në lojë Erion Kastrati, çdo gjë ndryshoi. Sekondat e fundit, sa bukur atje, faul është ky, po, faul ke ndaj Dardanit. Çfarë aksioni i bukur. Nëse mundemi me po edhe njëherë, kishë qenë perfekt, derisa nuk ekzekutohen gjuajtjet e lira, jo këto, po atë aksionin e Alley-Hoopit. Sa bukur fauli Lisit, po tepër bukur atje. Hasbruk e ngriti, apo jo, falni, Vining e ngriti në hava. Dardani shkoj prap, a pas ka qenë
dikush është dërshkuar me teknike. E ka topin atje dhe e shpëton Drilon Hajrizi. 19 me 21 dhe 18 sekonda deri në fund. Çfarë loje, çfarë bete, shkoj Trepça në 8 pike përsi, por me një seri të shpejt pas hyrjes së Erion Kastratit prej 7-0. Çdo gjë u afruan në 1 pikë. Erioni atje lufton me Hasbrookun, Driloni me përvojën e tij, tenton, nuk realizon. Lis Shoshi e kap te top. Edhe 5 sekonda, Bamforti tenton nga një distancë e madhe, airballi i tij dhe Çereku i parë mbyllet me 2 pike përsi për Trepçën. 19 me 21. 2 pike përsi ka qenë edhe në ndeshjen e parë në Minatori, 26 me 24. Dërsa Çerekun e dytë shkoj me blok të marketingut. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ua, Eria, çfarë dizajnit top. Me që halos kemi vendos për emër. Hajtë kallzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble çka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të kënaqet pjesë. Me t'ble pa interes, me nëzi unë po pres, shumë let me pagu, a e të tungu. Ha, që shto do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry blej kudo, paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Fillimisht po du me sqaruat situatën të gjuajtja e lirë, pra vetëm ka qenë gjuajtja e lirë, 2 gjuajtje të lira të Dardan Kapitit, por lojtarët e dyja skuadra nuk kanë hy me kërcy për top në gjuajtjen e parë të lirë, të cilën e realizoi Dardani. E saj përket ndeshjes së parë, thash 2 çerekët e parë të duelit në Minatori i kishte fituar Trepça me nga 2 pike përsi, 26, 24 dhe 25, 23. Edhe sonte pra e fiton Çerekun e parë me 19 me 21 në 2 raste, pati nga 6 pike përsi. Në fakt herën e parë në start me 2 treshet e Hasbrookut shkoj në 6+, e më pas me hyrjen e Drilonit në 12 me 28 pike përsi. Mirë po me njëherë me inkuadrimin e Erion Kastratit, pra dhe peshës e cila zakonisht ka startu me Endrit Elshani dhe cila është tash në parket, me një seri për 7-0 e afruan rezultatin. Sek Henry e kthen topin të Batën Tuna, i cili sonte nuk realizon, por s'ka problem sepse Sean Jones është në vend, e kap të top, lufton, dhe deri në funde realizon 19 me 23. Sean Jones, fuqi dominuese në qendër të trapezit, është kjo pika e 6 e tij. Bamforti, mbrojtje e mire pikërisht Sean Jonesit, 2 ish reprezentuesit e Kosovës, Winning. Është duke u ankuar atje Anton Scott për mos mbulim në mbrojtje. Atje me Scott Bamfortin patën një mosmarrëveshje të vogël, si duket për mos luajtje në mbrojtje. 19 me 25, shumë shpejt pra
pas kësaj miniserie prej 4 pikëve, e përsia shkon në 6 Zach Henry, i cili tregon atje se kishte Zach Henry dhe Scott Bamford, të cilët njihën nga Meksiko, ku kanë qenë kundërshtar dhe kanë pasur duele të nxehta Bamfordi me Henryn atje. Henry e kishte Olmosin trener dhe Bamfordi kundërshtar, si duket ai realitet është bartur edhe këtu. Scott ullet për të pushu në vend të tij kroati Lovre Bashić, një lojtar shumë i qetë dhe i dobishëm për skuadrën e Golden Eagle Ylit. Bamfordi për Zimorinën, i cili depërton, dalet me faul nga Sean Jones. Kapiteni realizon dhe rezultatin në 21-25 e afron. Do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë, është kjo personalja e dytë e Sean Jonesit. Çfarë nate e bukur sonte këtu në 13 qershorin, një atmosferë fantastike, tenton gëzimin, nuk realizon. Lojë e bukur e dyja skuadrave. Nesër brëma në Karagash na pret edhe një spektakël i çerek finaleve të kupës. Opala! Drilon Hajrizi bombardon me treshën e tij për 7 pike përsi. Mbi gëzimin, tandemi i aloqendrave në përfaqësuesën e Kosovës. Sonte njëri përballë tjetrit. Bashić gabon atje në pasim dhe fauli Erion Kastratit ndaj Mikajlet Mushicit. Edhe një herë asistimi Sean Jonesit atje për Drilon Hajrizin. Ja atje qysh bushesh Atis Beshiragici, thët hajde po dasht me lujt, kërë thët jo, une po e gjuj, e pat një këmbim atje simpatik mes Adisit dhe Drilonit. Kapiti tërhiqet jashtë Zach Henry. Shoshi atje e blokon dhe është ky fauli Zach Henry ndaj Lisit. E blokoi Lisi për rekulli atje, e priti dhe në fund kur e pa se do të shuton. Zach Henry duke ra atje, e goditi dhe shkaktoi personalin, është kjo personalja e parë e Henryt. Bamford për palë ka Henryn. Liz Shoshi gabon atje. Çfarë mbrojtje po lun Henry ndaj Bamfordit. Mikajlet Mushici tenton, nuk realizon. Erion Kastrati kërkon atje faul jo sportiv nga Tuna. Taneri Olmos. Time-out ka kërkuar Spanjoli. Paco Olmos. 21 me 28. Definitivisht me hyrjen e Drilon Hajrizit. Unë gjallë edhe loja e Trepqës pas ati afrimit të rezultatit në qerekun e parë. Po shikni edhe statistikat e dyja skuadrave. Ylli edhe pse është duke dominuar në kërcime, me të vërtet e ka mbyll mirë koshin. Në anën tjetër topin po e qarkullon shumë më mirë Trepqa. 8 asistime të Trepqës, 6 të Yllit. 16 me 11 janë në kërcime. Ylli është më i mirë po me asistime, topa të vjedhur dhe kundër sulme. Po prin Trepqa, pra Trepqa nga kundër sulmet ka realizuar 9 pikë dhe Golden Eagle Ylli sonte nën trajnerin Olmos nuk e ka realizuar asnjë kundër sulm që nuk i ka ndodhur në 4 ndeshjet e fundit. Pra 9-0 për Trepqën në kundër sulme, 10-4 sa i përket pikëve të konkretizuara nga gabimet e kundërshtarit. Mirë po, dominimi sonte i Yllit në trapez, nën kosh, ka rezultuar me 7 pikë të realizuara nga rastet e dyta, apo pas kërcimeve në sulm dhe vetëm 2 të Trepqës. Dhe
Këtu pra është një luft e barabartë sa i përket dominimit në elementet të ndryshme. Opa, sa bukur atje, lufton me gjithate Hoffman, Lovre Bashic. E shpëton Erion Kastrati, po e ka shkelur Vin. Një mbrojtje agresive e Adis Beqiragishit tani. Adisi, i cili ka qenë arkitekt i suksesit të madh dhe epokës historike të basketbollit Therandas, Golden Eagle Yllit, 2 herë është kampion, fituesi edicionit të parë dhe historik të Ligës Unike dhe fituesi kupës, Superkupës mbarkumtare shqiptare. Më pas shkoi në Trepç, ku po ashtu është arkitekt i suksesit historik epokës më të ndritshme të Trepçës. Së fundmi i fitoi 2 titoj kampioni rresh, pra 4 kupat Kosovës, 2 superkupa, 1 kampion Ligës Unike, 1 superkup mbarkumtare, 1 total për 10 trofeve të fituar në këto 4 edicionet e fundit. Padyshim trajneri huaj më i suksesshëm i gjitha kohëve është Arfuar Arben Krasniqit, i cili ka 15 time-out. Edhe 6 minuta e 45 sekonda deri në fund të pjesës së parë të kësaj ndeshje të 2 çerek finale. Me të vërtet një përballje e jashtëzakonshme. E në ndeshjen e parë pra thash u realizuan 211 pikë pa vazhdime, pra 33 në një ndeshje, 17 i pat realizuar Ylli, 13 Trepça. Scott Bamford, ja pra Sek Henry realizon në ndeshjen e parë, po ashtu kishte realizuar 3 treshe me 7 janar Sek Henry, nga 9 tentime 12 pikë. Megjithatë në atë duel lojtari kryesori Trepçës me double-double ka qenë Sean Jonesi, 24 pikë dhe 10 kërcime. Hasbruku 14 pikë, i ka pas 2 katërshe, 4 kërcime, 4 asistime. Në anën tjetër Bamford dhe Scott me 57 pikë së bashku, 29 Bamfordi, 28 Scotti kanë qenë figurat kryesore, secili nga 6 treshe. Vining Kapiti bën blok dhe i krijon hapësin të Mushicit, i cili depërton pranë Hoffmanit dhe realizon e përsin më të lartë. E ka Trepça tani plus 9, 21 me 30. Pra kemi një seri prej 9 me 2. Në këto gati 4 minutat e para. I zbathët atje fuca sportive, apo qysh e thot populli, patika. Duhet ta lidh mirë. Scott Bamforti, ja në bank janë ullur Henry dhe Drilon Hajrizit. Trevon Allen do të kthehet në lojë. Zimorina, ja Jackory Payne, i lënduari. Bëhet fjalë për një lëndim as pak të lehtë, do të mungoj edhe 2 javë minimum. Hoffman për mrekulli, Bashic asiston në brendi dhe Hoffmani e çmonton koshin për 23 me 30. Vining, pick and roll i mirë me Amzilin, Dardani për Tunën, nuk ja pason mirë atje Tunës. Amzil, shpejtet Mushici, çfarë pasimi atje i Amzilit. Lufton Tuna me Amzilin. Ja vjedh topin për një çast edhe Bashici. Tuna tenton, kërkojnë atje faul. Reagojnë. Loja vazhdon, topi shkon te Bamforti, mirë po, Dardan Kapiti është pranë tij. Hoffman për Bashici nga një tentim nga distanca. Hoffman e shpëton drejt dhe tet Mushici e pason. Lovre Bashic.
Përshtatje atje të Mushicit. Shumë i relaksuar është Adis Beqiragici, nuk po nevrikosët e këto gabimet e lojtarve. Dhe po ka një komunikim shumë simpatik. Winning atje. E kapti të Trevon Allen, e vjedh kundër sulmi shpejt. Lovre Bashic për Erion Kastratin. Bamford dhe Kastrati. Atje nuk mirën vesh si duhet. 36 vjeçari Scott Bamford. 32 vjeçari Erion Kastrati. Për Allenin, bloki Hafmanit. Çfarë presingu dy fishojnë atje Kapiti dhe të Mushici. Bamford me Amzilin, 1-1. Tenton me pasu, por është ky topi i katërt i humbur i Scott Bamfordit sonte. Nuk është në formën e tij më të mirë. Amzili për mrekulli realizon. Eri kthene përsin prej 9 pikëve, shifrat e kthyera mrapsht. 2-3-3-2. Do të kthehen në loj Shoshi dhe Skoti. Bashic për Erionin. Erioni tani i krijon hapësin Scott Bamfordit dhe asiston për 26-32. Në anën tjetër nuk përgjigjet Winning, as Kapiti nuk arrin pas ti kërcimin në sulm. Bamfordi për Allenin, Erioni në pozitën e tij. 2-3 të Golden Eagle Yli, dum Bamford dhe Erion Kastrati nga -9 në -3. Çfarë loje, ngjashëm si në ndeshjen e parë në Mitrovic. Shkëputej në rezultat Trepça. Në anën tjetër Bamfordi dhe Skoti. E në disa raste edhe Lis Shoshi dhe Lovre Bashici dilnin me treshe dhe afronin rezultatin. Një gjë e tillë ndodhe dhe sonte. Ja shikoni. Me të vërtet Adisi sonte po më befason. Shumë i qetë. Me buzëqeshje po komunikon me lojtarët e tij. Ja i thot atje Dardanit qetëson ato raste kur e kishte atë kërcimin në sulm. Koncentro, mos u ngut. E kjo ishte ajo treshja e Scott Bamfordit në asistim të Erion Kastratit, për të cilën më pas asistoi Trevon Allen dhe Erioni e konkretizoi. 20 apo jo, megjithatë e ka shkelur vin Erioni, 28-32. Nuk është treshe e Erionit. Po i shofim edhe statistikat, me të vërtet në kërcimet dominim absolut i Golden Eagle Ylit. E tani në asistime janë barazuar. Po, betët Trepça me ato topat e vjedhur dhe kundër sulmet e shpejta 9-2, sa i përket kundër sulmeve. Edhe 3 minuta e 50 deri në fund të pjesës së parë. Anton Scott bëhet gati që të inkuadrohet në lojë. Hasbro përgjigjet në atë treshën e Bamfordit me treshe për 28-35. Fauli Winningut ndaj Lovre Bashicit, i cili e zgjuan topin dhe ashtu veç e hedhë dhe e dërgon të vendin. Kemi një përkrahje të madhe të dikunëth 150 tifozve të ardhur nga Mitrovica, të cilë po e bëjnë atmosferën e bukur së bashku me Gjebrailat. Në ka marrë malli për këso atmosfere të mirë. Ja, atje Adisi e përqaf për sëri. Moti nuk e kumpa Adisin kaq të relaksuar dhe kështu duke komuniku me lojtarët e ti. Si me shok, natyrisht. Ai e ka dhe respektin dhe ditë të qartët kur duhet. Lovre Bashic
realizon të dy gjuajtjet e lira për të afruar rezultatin në 30-35, kur kanë mbetur edhe 3 minuta e 25 sekonda lojë në pjesën e parë të kësaj ndeshje fenomenale. Sek Henry është në lojë, bën bllokun, i krijon mundësi Tmushicit, por edhe Scott deri në fund deporton atje. Dalet në mënyrë të paljuar nga Erion Kastrati. Mikaile, bashkëlojtarët e Ylli, bashkëlojtarët e Trepça. Për 5 vjet tresh ishin bashkëlojtar, e si vjet ju ndahën rrugët. Sonte njëri përballë tjetrit në ndeshjen të jesh apo të mos jesh në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës. Ndeshjen e parë në Mitrovice ka fitu Golden Eagle Ylli 102-99. Edhe Trepçës sonte për të avancuar tutje i duhet fitoria prej 4 pikëve, ndërsa Yllin në gjysmëfinale dërgon edhe humbja me 2 pikë. Blok i mirë i Erionit, bashkëpunojnë atje Scott dhe Bamford, për mrekulli punojnë për këte aksion, dhe Scott so bukur e gjen atje Erionin, i cili afron rezultatin në 33-37. Treshja e dyte Erion Kastratit në këte qerek. E vjedh topin Bamford, gabon Tmushici, kundër sulm, Bamfordi tenton me treshe. Ndoshta nuk është shumë logjike të nalësh në kundër sulm kështu. Mirë po, Bamford e bën dhe rezultatin në vetëm 1 pikë e afron. Çfarë loje, Hasbrook, i shkon Sean Jonesi atje, pick and roll me Sean Jonesi, Jonesi me të majtën, airball i tij, Bamfordi e kap topin. Shkon në slalom për mrekulli, asiston dhe Brandon koshin e çmonton për të rikthyer epërsinë e Golden Eagle Yllit në 38-37. Çfarë loje, çfarë rikthimesh. 9 pikë pati epërsi Trepça, 21-30. Hasbrook përgjigjet në anën tjetër. Çfarë basketbolli po shikojmë sonte. Tap në një anë, tap në anën tjetër. Të jashtëzakonshëm. Edhe 1 minutë e 25 sekonda lojë, 2 pikë përsi, Trevon Allen, gabon. Mustafa, apo jo, pas ka luajtur atje me këm. Adis Beqiragi që thët, çka ndodhi atje? Nuk pajtohet me shkon atje Tmushici, thot, o Adis, unë e kom prek me këm, le mos lyp. Mikaile me të vërtet e shpëtoj një svi që mos t'i shkon huq. Potezi mirë, një veprim i mirë i Mikailes. E ullë tensionin. Scott për Bamfordin. Erioni e kërkon topin. Bamford ndalet në mënyrë të palejuar nga Akili Winning. Është kjo personalja e dytë e Akilit, i cili ka 4 pike, 4 asistime. Interesant është Trepça, nga 5 startuese, 3 lojtar me 4 pik. Winning, Tmushic dhe Jones. Dërsa Amzili dhe Hasbrooku me pik 2 shifrore. 12 pik të Hasbrookut, 4 treshe nga 5 tentime, jashtëzakonshëm Kenny Hasbrook, edhe Amzili 10 pik. Scott Bamford realizon, i pagabueshëm gati nga via e gjuajtjeve të lira në kampionat, prese ka ardhur, pra 100% është efikas Scott Bamford. Në ndeshjen e parë ishte 4-3 të kupës, e kam fjallën. Dërsa sonte i realizon të dyjat për të barazu rezultatin në 14-40. Çdo gjë e barabartë kur kanë mbetur edhe 63 sekonda lojë në pjesën e parë.
Erion Kastrati shkakton personale. Është kjo personalja e tretë e Erionit, i cili me të inkuadruar në lojë, realizoi 5 pikë dhe 3 asistime. Largohet Erioni, gëzimi inkuadrohet në vend të tij. Drilion Hajrizi, po ashtu njëri prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira të Trepça së bashku me Hasbrukun. Realizon të dyat për 42 me 40. Drilioni i rikthyer pas atij lëndimi. Scott Bamford. Çfarë presingu me të vërtet Adisi sonte, ju kam thënë edhe në fillim, do ta blokon, do ta 2 fishon, ndoshta edhe 3 fishon Bamfordin dhe këtë po e bën me shumë sukses në ato asistimet, sepse saj përket pikëve me të vërtet i pandashëm 4 treshe, 16 pikë, makin kosha shënuese është Scott Bamford. Mirë po i ka humbur 4 topa dhe nuk po mundet edhe me asist. Sa bukur Scott atje. Kërkon faul Anton Scott. Thot nuk u ngatrova, por më goditën në këmbë, më vendosën në Wisconsin. Winning e organizon sulmin. Hasbruk dal në anën tjetër, i arzakonshëm. 4 treshe Hasbruku, 4 Bamforti. Drilioni me tentim nuk realizon. Topi te Winningu kthehet. Winning për Drilionin. Zach Henry është në kënd, por kërkush nuk po e shikon. Nëse është kosh, Olmos ka kërkuar time-out. Andon Hoffman për Bamfortin, 11 sekonda deri në fund. Kërkon Olmos që të hapet loja. Hapen i lojën Henry dhe Bamforti. Gzim Morina deri në fund. Henry e blokon. Dhe ndeshja, pjesa e parë e ndeshjes, me rezultatin 40 me 42 përfundon. 21 me 21 në këtë çerek. Pra 40 me 42. Nëse krahasojmë ndeshjen e parë, Trepça 26, 24 dhe 25 me 23. Rezultati ishte 51 me 47 pas pjesës së parë. Sonte mbrojtje shumë më të fuqishme. 42 me 40. Çereku i dytë i niveluar sa i përket statistikave. Pra 22 me 14, dominim absolut i Yllit në kërcime. Në asistime është përmirësuar Golden Eagle Ylli 11 me 10. Edhe në topa të vjedhur 6 me 4 për Trepçën, 2 blokada të Yllit, 1 blokade e Trepçës. Po ashtu edhe në kundër sulme, ju kujtohet që ju kom thonë se Trepça ka udhëheq 9 me 0 sa i përket kundër sulmeve, e këtu kemi tani një përmirësim 9 me 7 sa i përket rasteve të dyta të shënuara pas kërcimeve në sulm, betet njësoj 7 me 2. 6 treshe të Trepçës sonte në pjesën e parë, 5 treshe të Golden Eagle Yllit. Nga to, nga 4 i kanë shënuar Bamforti, 4 për Golden Eagle Yllin, Hasbruku 4 për Trepçën. Me të vërtet një duel fenomenal mes të Bamfortit dhe Hasbrukut, nga 4 treshe se cili 12 pikë të Hasbrukut dhe 16 pikë të Bamfortit janë yjet e dyja skuadrave. Adhurues të basketbollit, shkojmë me një pushim. Kanë mbetur edhe 13 minuta deri në fillim të pjesës së dytë. Natyrisht, ne do të pushojmë vetëm 10.